Derisa ju të përfundoni së shikuari këtë video, mbi 8 milion filxhan kafeje do të jenë konsumuar në mbar botën. Është e pabesueshme, por kafeja nuk është vetëm një pije e mëngjesit. Ajo është një fenomen global. Për më shumë se 1500 vitesh, njerëzimi e ka përdorur për energji, për shoqëri dhe për ide të reja. Shumë studiues thonë se ndikimi i saj është aq i thellë sa ndihmoi të lindë epoka e iluminizmit, periudha ku arsyeja dhe shkenca filluan të sfidonin dogmat e fesë dhe pushtetit absolut. Por nga erdhi kafeja, si u bë kaq e famshme dhe çfarë ndodh brenda trupit ton sa herë që pim një filxhan? Origjina e kafes. Kafeja ka rrënjë të lashta në Etiopi, në rajonin e lashtë të Kafës, nga ku e mori dhe emrin. Një legjendë e famshme flet për një bari dhish të quajtur Kaldi në shekullin e 9. Ai vuri re se dhit bëheshin më energjike pasi hanin kokrat e kuqe të një bime të çuditshme. Kur i provoi dhe vet, ndjeu një gjallëri të pazakontë. Ky zbulim i thjesht do të hapte një kapitull të ri për njerëzimin. Nga Etiopia, kokrat e kafes u thtuan drejt Yemenit, ku u përpunuan për herë të parë në formën që njohim sot. Ishin sufistët e Yemenit ata që filluan të pjekin farat e kokrës dhe të krijonin një pije që i ndihmonte të qëndronin zgjuar gjatë netëve të gjata të lutjeve. Shumë shpejt, kafeja u përhap në të gjithë perandorinë osmane, ku në shekullin e 15 hapeshin kafenet e para. Në Stamboll, kafenet u bën qendra ku njerëzit mblidheshin jo vetëm për të pirë kafe, por edhe për të biseduar për tregtinë, politikën dhe jetën shoqërore. Ato quheshin shpesh shkolla pa libra, sepse aty mësohej nga biseda e hapur. Kafeja më pas kaloi në Evropë, duke u përhapur fillimisht në Itali, më pas në Francë, Angli dhe më gjerë. Kafeneja dhe ideja. Në Evropë, kafenet u shndërruan shpejt në qendra të debatit dhe të mendimit. Në Venecia në shekullit të 17, tregtarët e sollën kafen nga lindja. Në Paris, kafenet u bën vend takime të filozofëve, artistëve dhe shkrimtarëve. Thuhet se Voltaire pinte deri në 72 filxhan në ditë, ndërsa Diderot dhe Rousseau diskutonin idetë e tyre përballë një filxhani të nxehtë. Në Londër, një kafene e famshme, Lloyd's Coffee House, u kthye më vonë në një nga kompanitë më të mëdha të sigurimeve në botë. Kafeneja ishte vendi ku njerëzit e zakonshëm dhe elitat intelektuale ndaheshin në një tryezë të përbashkët. Kjo krijoi një hapësirë të re shoqërore që Jürgen Habermas e quajti sfera publike, vendi ku lindën idetë që ndryshuan shoqërinë. Pa kafe, shumë besojnë se epoka e iluminizmit nuk do të kishte pasur të njëjtën fuqi. Pikërisht aty, njerëzit filluan të besojnë se shkenca dhe arsyeja mund të shpjegojnë gjithçka në univers. Ky besim solli revolucione, rënjen e monarkive, lindjen e demokracive dhe një bum zbulime shkencore. Ana e errët e kafes. Por historia e kafes nuk është vetëm frymëzim, ajo ka edhe një faqe të errët. Për të përmbushur kërkesën në rritje, fuqitë koloniale evropiane ngritën plantacione gjigande në Amerikën Latine dhe Karaibe. Franca përdori sklever afrikan në Haitin e saj kolonial, ndërsa Brazili në fillim të shekullit të 19 prodhonte 1/3 e kafes së gjithë botës me punë sklevrish. Kafeja u bë pjesë e motorit ekonomik që mbajti gjallë tregtinë e skleverëve. Ky është një kujtim i hidhur i çmimit që shoqëritë kanë paguar për luksin dhe zakonet e përditshme. Kafeja dhe kapitalizmi. Në shekujt që pasuan, kafeja u bë një pjesë e pandashme e zhvillimit ekonomik. Kompanitë filluan të jepnin falas në vendet e punës, duke shpikur edhe konceptin e pushimit të kafes. Ky nuk ishte një gjest bujar, por një mënyrë për të rritur produktivitetin e punëtorëve. Një filxhan kafe në mëngjes nuk shihej thjesht si kënaqësi, por si një mjet pune. Kafeja sot. Sot, kafeja është një industri gjigande. Çdo ditë konsumohen mbi 2 miliard filxhan, ndërsa tregu global gjeneron mbi 90 miliard dollar në vit. Por për te ekonomisë, kafeja është bërë një ritual i përditshëm shoqëror. Ajo në shoqëron në mëngjes, gjatë takimeve me miqt, në negociata biznesi apo thjesht në momentet kur duam të marrim frymë. Për shumë njerëz, kafeja është një përqafim i ngrohtë në formën e një filxhani. Shkenca pas kafeinës. Substanca kryesore që i jep kafes efektin e saj është kafeina, droga psikoaktive më e përdorur në planet. Kur pim kafe,
kafeina përthithet në zorë dhe kalon në gjak, por efektet e saj shfaqen vetëm kur arrin tek sistemi nervor qendror. Kafeina ka një strukturë shumë të ngjashme me një substancë që trupi prodhon vetë, adenozinën. Adenozina zakonisht ngadalson aktivitetin nervor, ul rrahjet e zemrës dhe krijon një gjendje përgjumjeje. Kur kafeina lidhet me receptorët e saj, ajo i bllokon ata dhe ndodhe kundërta. Trupi ynë ndizet, zemra rreh më shpejt dhe ne ndjehemi më vigjilent dhe të përqendruar. Kafeina gjithashtu ndikon tek humori, ul ndjesinë e lodhjes dhe shtyp urinë. Prandaj sportistët shpesh e përdorin për të përmirësuar performancën fizike. Efektet e saj shfaqen brenda 15 minutash dhe zgjasin nga 1 orë e gjysmë deri në 2 orë, ndërsa trupi e eliminon plotësisht pas 5 deri në 10 orë. Megjithatë, tek disa njerëz, efektet anësore si pagjumësia apo nervozizmi mund të zgjasin edhe më shumë. Sa kafe është e shëndetshme? Ekspertët thonë se për një të rritur të shëndetshëm, limiti i sigurt është 400 mg kafeinë në ditë, që i bie rreth 4 deri në 5 filxhan kafe. Për te këtij kufiri, rritet rreziku i efekteve anësore si pagjumësia, ankthi, nervozizmi, takikardi, shqetësime në stomak apo dhimbje koke. Në raste ekstreme, një konsum i shpejt prej 1200 mg kafeinë, që barazohet me rreth 12 filxhan, mund të shkaktojë kriza serioze si konvulsione. Gjithsesi këto shifra ndryshojnë nga personi në person. Disa janë më të ndjeshëm gjenetikisht ndaj kafeinës, ndërsa të tjerë e tolerojnë më mirë. Përfitimet shëndetësore. Kur konsumohet me moderim, kafeja ka efekte të shumta pozitive. Studimet tregojnë se ajo ul rrezikun e diabetit tip 2, sëmundjeve të zemrës, disa lloje kanceri dhe Parkinsonit. Përveç kafeinës, kafeja përmban edhe antioksidant si acidi klorogjenik, i cili ndihmon në mbrojtjen e qelizave dhe ngadalësimin e proceseve të plakjes. Për këtë arsye, shumë mjekë sot nuk e shohin më kafen si një kërcënim, por si një pije që në sasi të kontrolluara mund të jetë pjesë e një jete të shëndetshme. Kafeja si kulturë. Përveç trupit ton, kafeja ndikon edhe te kultura dhe shoqëria. Në shumë vende, ajo është pjesë e identitetit kombëtar. Espressoja italiane, turkja e trash dhe e fortë, kafeja e gjatë amerikane apo kafeja arabe me kardamom. Çdo kulturi ka dhënë kafeve të saj një stil unik. Në ditët e sotme, ajo është bërë edhe simboli një shtëpie të tretë, një hapësire mes punës dhe shtëpisë, ku njerëzit takohen, punojnë apo thjesht ndajnë kohë. Kafenet moderne si Starbucks apo kafenet artizanale kanë krijuar një kulturë të re globale, ku një filxhan kafe është më shumë se një pije, është një përvojë. Pra, herën tjetër kur të mbani në dorë një filxhan kafeje, kujtohuni se nuk është thjesht një zakon i përditshëm. Brenda atij filxhani ndodhet një histori mijëra vjeçare që lidhet me mitet e lashta, me tregtinë botërore, me shkencën, filozofinë dhe madje me politikën. Kafeja ka ushqyer mendjen e filozofëve, ka shtyrë përpara shkencën, ka formuar demokracitë dhe ka ndikuar në ekonomitë botërore. Njëkohësisht, ajo vazhdon të ndikojë edhe tek shëndeti ynë, tek humori ynë dhe tek mënyra se si lidhemi me njëri tjetrin çdo ditë. Një filxhan i vogël me një histori të madhe.